Mirë, këto ishin zhvillimet kryesore, do të kemi mundësi në këto momente të fokusohemi edhe mëngjesisht së pari tek gjithçka prodhoi mbledhja e grupit parlamentar të Partisë Socialiste me disa vendime të rëndësishme, mbi gjitha propozimin e një nisme për ndryshime ligjore. Kështu që zhvendosem për të komunikuar me kolegen Raziela Myslyme, e cila ka ndjekur nga afër këtë mbledhje me të gjitha detajet e saj. Raziela, mirëdita të përshëndes. Kryeministri Brama, kreu Partisë Socialiste, ka prezantuar përpara grupit parlamentar të kësaj force politike ndryshimet ligjore, të cilat i ka firmosur edhe vetë si deputet që frenojnë gjykatat që të pezullojë ministrat dhe postet kushtetuese. Së pari, nëse mund të ndalemi pik më pik të këto ndryshime ligjore, cilat janë subjektet që fusin socialistët në funksionet kushtetuese dhe cili është thelbi i këtij ndryshimi? Përshëndes, Andi. Ashtu siç kryeministri Edi Rama e paralajmëroi në fakt që pas vendimit gjykatës kushtetuese që e cilësoi një mosvendim për çështjen Balluku, duke lënë një paqartësi për rastet e së ardhmes, pra në rast se do të ketë një precedent në të ardhmen si ai i çështjes Balluku, nëse një gjykat mundet apo jo të pezullojë një ministër nga funksionet e tij qeveritare, atëherë kryeministri Edi Rama i ka vënë firmën e vet këtyre ndryshimeve në nenin 242 të kodit të procedurës penale, i cili në fakt në variantin aktual përcakton se nuk mund të pezullohen nga ushtrimi i funksionit të detyrës së tyre kryebashkiakët apo deputetët dhe anëtarët e Këshillit Bashkiak, pra të zgjedhurit sipas kodit elektoral. Me një iniciativë ligjore të dakordsuar dhe me firmën e 3 socialistëve, të kryeministrit Edi Rama, të kreut të Komisionit të Ligjeve Ulsi Manja dhe kreut grupit parlamentar Tauland Balla, ky nen do të pasurohet edhe me 7 subjekte të tjera, të cilët nuk mund t'i nënshtrohen një pezullimi nga gjykata, ashtu siç ndodhi me rastin Balluku. Konkretisht, në këtë nen, sipas propozimit të socialistëve, do të shtohen presidenti, kryeministri, ministrat, anëtarët e gjykatës kushtetuese dhe kreu i kontrollit të lartë të shtetit. Pra janë 7 subjekte të tjera të cilat nuk do të mund të preken njësoj si zonja Balluku në të ardhmen nga një vendim pezullimi i gjykatës posaçme. Ky rast dhe këto ndryshime ligjore, kjo iniciativë ligjore, kryeministri Rama u kujdes theksonte se nuk ka lidhje me çështjen Balluku, ndonse në fakt janë iniciuar prej saj, por është një përpjekje për të mbrojtur pavarësinë e pushtetit ekzekutiv dhe të funksioneve kushtetuese. Pasi shpjegimin e të gjitha këtyre ndryshimeve e bëri ish ministri i drejtësisë, kryetari i komisionit Ulsi Manja, i cili tha se nuk bëhet për të zgjeruar, themi kështu, imunitetin kushtetues, por bëhet vetëm për të mbrojtur dhe për të garantuar mbrojtjen dhe balancën mes pushteteve. Por për më shumë, Andi, mund të ndjekim një pjesë nga fjala e kryeministrit Rama që na sjell në mënyrë të qartë atë se çfarë është diskutuar në mbledhje. Patjetër dhe rikthehemi. Pezullimi nuk cënon personin, i cili prezumohet që është në një proces hetimi. Pezullimi cënon funksionin, që pasojmë që ajo ministri nuk ka më kapacitet të propozoj asgjë në Këshillin e Ministrave, sepse nuk përfaqësohet nga personi i ngarkuar si përfaqësues i vullnetit kushtetues. Kaq duhet mjaftonte për ta mbyllur këtë debat absurd dhe për të mos u hedhur 100 veta pas një budallaj që hedh një gur në lum. Askush nuk duhet mendoj se ka në dorë dhe gurin dhe arrën për ta goditur këtë shumicë qeverisëse. Kush e mendon kështu e mendon shumë gabim. Ashtu sikundër, askush nuk duhet ta mendoj se kjo masë apo të tjera masa që ne do të marrim në vijim kanë të bëjnë me ndonjë lëkundje të vullnetit ton për të mbështetur pa rezervë pavarësinë e sistemi drejtësisë. Raziela, përpara se të shkojmë në një tjetër pikë të mbledhjes grupit parlamentar, eksaktësisht çfarë zbuloi kryeministri Rama për rastin Balluku, pak më vonë do të vim atje. Shumë shkurtimisht, lutem, sepse edhe do të kemi mundësi ta ndjekim. Ju e përmendët, por
Ulsi Manja, kryetari i Komisionit Ligjeve, edhe njërë, si e shpjegoi, le themi edhe si ish ministër drejtësie, këtë nismë dhe që prek apo jo pavarësinë e gjyqësorit? Shkurtimisht në këtë pikë. Nuk të non-hetimin e prokurorisë apo gjykatës dhe konsideroi si masa dhe ndryrje ligjore tërësisht me natyrë procedurale. Pra imuniteti i këtyre funksionarëve të lartë të shtetit vazhdon të qëndroj po i njëjti, por me një garanci shtesë, pasi siç shpjegoi Ulsi Manja, bëhet fjalë vetëm për të mbrojtur ata nga pezullimi i detyrës që nuk prek drejt për drejt emrin, por prek funksionet e departamenteve të ndryshme apo dikastereve të ndryshme që ata drejtojnë, pra paralizon punën e institucioneve të rëndësishme kushtetuese, të cilat sipas tyre nuk kanë të drejtë delegimi firme apo delegimi të kompetencave. Ky ka qenë sqarimi kryesor që ka dhënë, po sigurisht në të njëjtën linjë me kryeministrin Rama, duke cilësuar një ndërhyrje për të harmonizuar që është e harmonizuar ndjes me kushtetutën e Shqipërisë, pasi këto funksione që janë zgjedhur, këto subjekte që shtohen në nenin 242 të Kodit Procedurës Penale burojnë drejt për drejt nga kushtetuta, por mund të ndjekim një pjesë nga fjala e zotit Manja. E ndjekim zotin Ulsi Manja, drejtues në Komisionit Ligjeve. Ne propozojmë që në pikën 2, pra të shtohet rrethi i subjekteve ndaj të cilëve nuk mund të jepet si mas pezullimi i ushtrimit të funksionit, pra pezullimi nga detyra. Dhe ky rreth subjektesh shtohet me presidentin e Republikës, avokatin e popullit, kryeministrin, zëvendës kryeministrin dhe ministrat, antarët e gjykatës kushtetuese dhe kryetarin e kontrollit lartë të shtetit. Qëllimi i ndërhyrjes është garantimi i funksionimit normal të pandërprerë dhe kushtetues të institucioneve më të larta të shtetit, duke ruajtur të paprekura kompetencat e prokurorisë dhe gjykatës për hetimin dhe ndjekjen penale. Ndryshimi nuk synon të kufizojë jurisdiksionin penal dhe as krijojë paprekshmëri individuale, por të vendosë një balancë ndërmjet ushtrimit funksioneve kushtetuese dhe nevojës për të garantuar rendin juridik në përputhje me nenin 7 kushtetutës që sankcionon parimin e ndarjes dhe balancimin e pushteteve në Republikën e Shqipërisë. Duhet të jemi të qartë, nuk prek strukturën e masave shtrënguese, nuk ndryshon kriterin e aplikimit të tyre nga gjykata dhe nuk cënon kompetencën e gjykatës për caktimin e tyre sipas ligjit. Ne nuk i prekim fare dispozitat kushtetuese që rregullojnë imunitetin e funksioneve të caktuara dhe nuk shtojnë privilegje individuale me këtë ndryshim. Absolutisht. Subjektet që ne përfshim te ky ndryshim mbeten plotësisht të hetueshme dhe të ndjekshme penalisht. Ishte qëndrimi i zotit Ulsi Manja, kryetarit të Komisionit Ligjeve. Ndërkaq Raziela, kryeministri Rama ka zbuluar për herë të parë se Belinda Balluku i ka dorëzuar 3 herë dorëheqjen. Kur kanë qenë këto momente dhe pse ai nuk e ka pranuar? I kanë darë për herë të parë këto detaje, mjaft të rëndësishme për të gjithë periudhën nga koha kur ka nisur hetimi penal ndaj zonjës Balluku me akuza për abuzime me tenderat publik e deri në vendimin e gjykatës kushtetuese. Sipas kryeministrit Rama, kërkesa dorëheqja e parë nga zëvendës kryeministri është dorëzuar në momentin që ndaj saj ka nisur një hetim penal. Nuk është pranuar nga kreu i qeverisë, ndërsa herën e dytë sipas tij ka qenë në momentin që gjykata e posaçme vendosi pezullimin e funksioneve qeveritare të zonjës Balluku, ndërsa hera e tretë ishte kur gjykata kushtetuese mori vendimin që kryeministri Rama e cilëson një mosvendim, pasi kërkesa e tij u rrëzua automatikisht dhe gjykata nuk gjeti numrat për të qartësuar edhe për rastet e së ardhmes, në raste do të ketë një precedent të ngjashëm, por në të treja rastet kryeministri Rama tha se nuk ja ka pranuar dorëheqjen, pasi sipas tij nuk janë plotësuar kushtet dhe një antar i qeverisë nuk mund të largohet nga ushtrimi i detyrës dhe funksioneve të tij vetëm sepse kërkon prokuroria apo gjykata.
që Kryeministri Rama tha në fakt se mjafton të ishin bazuar, për referuar këtu gjykatës kushtetuese, mjafton të ishin bazuar tek kushtetuta dhe tek fryma e kushtetutës për funksionet e larta që zonja Balluku drejton, dhe kjo ngjarje nuk do të kishte ndodhur, pra nuk do të kishte vendi nuk do të ishte përfshirë në diskutime të kësaj natyre. Mbetet për të parë tashmë se si do të vijojë eturia e kësaj çështje, pasi Kryeministri Rama Andje tha se mbledhja e Këshillit Mandateve do të vijë së shpejti dhe nuk vonoi as njoftimi se kur do të mbledhet Këshilli Mandateve për heqjen e imunitetit të zonjës Balluku. Po. Tani kemi pa kryeministrin eksaktësisht këtë moment, për që ne përmendëm po le të themi të gjymë edhe nga goja e kryeministrit këtë zbulim që ai bëri në lidhje me këtë rast në fjalë. Dhe rikthehemi tek ajo që nisët të përmendnit. Kush e lidh këtë me rastin konkret, bën një gabim shumë të madh sepse kjo nuk ka lidhje me rastin konkret. Rasti konkret ka rrugën e vet, nuk ka fare lidhje me pezullimin. Rasti konkret është në një tjetër proces. Nuk është më i lidhur me pezullimin. Dhe që ti jemi shumë të qartë bashkë, Belinda Balluku ma ka dorëzuar 3 herë dorëheqjen. I kam atje në dosje. 3 herë. 1 herë kur ju ngrit akuza, herën e dytë kur ju bë pezullimi i parë, dhe herën e tretë mbasi gjykata kushtetuese nuk mori vendim. Dhe të 3 herët jam unë që e kam refuzuar dorëheqjen. Sepse dorëheqje nën presionin e një fuqie që ka dalë nga territori i vet dhe është futur në territorin e pavarësisë pushtetit ekzekutiv nuk ka. Rasti konkret është në proces në Kuvendin e Shqipërisë dhe do trajtohet me gjithë përgjegjësinë që ne kemi si shumicë qeverisëse. Dhe kush i lidh të dyja duhet ketë parasysh që edhe në aspektin kohor, nëse unë nuk gaboj në llogarinë e kohës, Parlamenti do të shprehet përpara për imunitetin dhe më pas do të kaloj në vot ky ndryshim. Kështu që s'ka asnjë lidhje me rastin konkret. Raziel, atëherë, kur është përcaktuar të jetë mbledhja e Këshillit të Mandateve dhe Imunitetit? Është përcaktuar të bëhet në datë 23 shkurt në orën 10, pas një ndryshimi i qëndrimit socialistëve, duhet thënë, pasi Kryeministri Rama vetëm një javë më parë tha se nuk ka asnjë urgjencë për të mbledhur Këshillin e Imunitetit dhe Mandateve dhe se Prokuroria e Posaçme SPAK mund ta hetojë zonjën Balluku në gjendje të lirë pas një pengesë nga ana e mazhorancës socialiste, por në fakt duket sikur një qëndrim i fortë i Brukselit, i siguruar ekskluzivisht nga Report TV përmes një emaili që unë i kam dërguar, kërkoi Kuvendit që të mbledh me urgjencë Këshillin e Mandateve dhe të trajtojë këtë rast që ka sjellë një përplasje institucionale, themi kështu, mes qeverisë, SPAK-ut, por edhe Kuvendit, i cili deri më tani nuk e ka trajtuar kërkesën e SPAK për heqjen e imunitetit zonjës Balluku, që është dorëzuar që në datë 16 dhjetor. Socialistët, me sa duket, po shkojnë drejt limitit të afateve, pasi siç përcakton edhe rregulloria, kërkesa e prokurorisë posaçme për heqjen e imunitetit të një deputeti duhet të trajtohet brenda një hapësire kohore 3 mujore. Në datë 23 pritet që të mblidhet Këshilli i Rregulloris dhe Mandateve dhe me gjas do të jetë data 5 mars kur do të votohet raporti për heqjen apo jo të imunitetit të zonjës Balluku. Pra shkojmë kështu afër përfundimit të afateve, pasi në rast se do të kishte kaluar afati 3 mujor, kërkesa do të ishte rrëzuar automatikisht dhe do të konsideroj do të kalonte në heshtje, themi kështu. Ky ndryshim i socialistëve nuk dihet nëse do të shoqërohet në vazhdimsi me qëndrime të forta nga ana e kryeministrit Rama apo nga ana e zëvendës kryeministres Belinda Balluku, të cilën Rama u kujdesta të sqaronte për opinionin publik se ka dhënë 3 herë dorëheqjen. Raziel, ndërkohë, menjëherë pas mbledhjes së grupit parlamentar të Partisë Socialiste, kryeministri pritet niset në një vizitë në Kosovë,
me atë që dim deri më tani, cila është agjenda e takimeve? Do të ketë, është konsideruar anti si një vizit pune, do të ketë takime me kryeministrin e Kosovës Albin Kurti, i rikonfirmuar sërish në krye qeverisë Kosovës, po ashtu edhe me presidenten Vjosa Osmani, ndërsa parashikohet gjithashtu që të marrë pjesë në promovimin e librit Kurheshtja flet e autorit Ahmet Shala, dhe do të mbaj po ashtu një leksion të hapur për studentët e Universitetit Hasan Prishtina dhe me nxënësit e gjimnazit Sami Frashëri. Kjo është agenda zyrtare që është shpërndar nga zyra e shtypit të kryeministrisë dhe kjo është po. Jo, se është edhe një vizit që vjen vetëm një ditë përpara 17 shkurtit. Nesër është në eksaktësisht 18 vite nga shpallja e Kosovës, shteti pavarur dhe sovran. Nuk di nesër do të qëndrojë kryeministri për aktivitetet ceremonitë që do të zhvillohen apo edhe mbi gjitha për protestën që pritet të ketë një pjesëmarrje masive në Prishtinë në mbrojtje të ish-krerëve të UÇK-s? Kjo ka qenë një pikpyetje në fakt që na ka shoqëruar gjatë gjithë kësaj kohe dhe vijon të mbetet ende pikpyetje, pasi agenda zyrtare e kryeministrit parashikon vetëm takimet zyrtare me kryeministrin dhe presidenten e Kosovës dhe marrjen pjesë në promovimin e librit, por sigurisht që ka patur le të themi diskutime nëse kryeministri do të jetë pjesë e protestës apo do të mbajë një fjalë në protestën për ish-krerë të UÇK-s që do të mbahet ditën e nesërme dhe që përkon me pavarësinë e Kosovës me 18 vjetorin e pavarësisë Kosovës, është ende pa qartë nëse do të qëndrojë apo do të rikthehet, por vlen theksohet që kryeministri Rama ka qenë një ndër eksponentët dhe zërat më të fuqishëm në mbrojtje të ish-krerëve të UÇK-s, që nga momenti që ata janë mbahen në paraburgim. Faleminderit shumë Rezila.